أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Falënderojmë Allahun xhallahu shanuhu, Zotin e botrave, krijuesin e gjithësisë. Dërgojmë salatë dhe selamet për pejgamberin Muhammedin alayhi salam, familjen e tij dhe shokët e tij dhe për gjithë besimtarët deri ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër besimtarë dhe motra besimtare, të dashur agjërues dhe agjëruese, shfrytëzoj rastin që t'i uroj muajin e bekuar të Ramazanit, duke uruar që ky muaj sjell begati, mirësi, kënaqësi, devotshmëri, sinqeritet në mesin tonë. Allahu na lehtësoft agjërimin dhe na bëft të pranuar çdo vepër të mirë që e bëjmë gjatë këtyre ditëve të bekuara të Ramazanit. Të dashur vëllezër dhe motra, sot me një mesazh të shkurt të flas për temën dimensioni moralit në Ramazan ose gjatë agjërimit. Ne e dim bashkë se agjërimi do të thotë të larguarit nga ushqimi dhe pija, mirë po jo vetëm kaq. Besimtari i sinqert dhe i drejtë e i devotshëm është ai i cili largohet edhe nga veprat e dyta, nga mëkatet e nga gabimet e gjunahet. Prandaj morali në Islam ka një pozitë të veçantë, edhe secili besimtar dhe besimtare duhet pajiset me këtë virtyt të lartë. Është virtyt i pejgamberëve të Allahut, virtyt i njerëzve të mirë. Besimtari i mirë, besimtari i sinqert, besimtari i devotshëm është ai i cili është më i pranuar te Allah. Prandaj ne duhet që gjatë gjithë vitit të jemi më të moralshëm, të jemi të sjellshëm e të sinqert, e në veçanti gjatë Ramazanit të mundohemi të jemi edhe më të moralshëm, edhe më të sjellshëm, edhe më të edukuar. Për arsye se jemi në muajin i cili njihet si muaji apo sikur shkolla e edukatës, i cili e edukon besimtarin dhe besimtaren me sjelljen dhe virtytet më të mira në jetë. Përveç që agjërojmë nga ushqimi dhe pija, duhet të agjërojmë nga mëkatet dhe nga gjunahet. Bile, kjo është më primare në jetën tonë. Nuk vlen dhe nuk mjafton që vetëm të largohemi nga ushqimi dhe pija, e në anën tjetër të veprojmë vepra të cilat nuk i kanë hije një besimtari dhe një besimtare. Ne e dim që morali apo virtytit i lartë për besimtarin vërtet te Zoti peshon shumë dhe ka vlerë, sikur që na ka mësuar pejgamberi në një hadith se ku thot morali i mirë peshon te Allahu ose është prej veprave të cilat peshon më së rani në peshorën e Zotit. E ne duhet të angazhohemi e të furnizohemi me moral të mirë, e në veçanti gjatë këtij muaji që të mundohemi të rëndojmë peshorën e veprave të mira dhe të dalmi faqe bardhë inshallah para Zotit. E di që gjatë këtyre ditëve të bukura të agjërimit jemi njerëz dhe mund të gabojmë, mirë po duhet kemi kujdes që të ruajmë vetveten. Pejgamberi alayhis salam na ka mësuar dhe ka thënë se njeriu i cili gjatë agjërimit mund të provokohet, mund të fyet, mund të shahet për njerëzve të tjerë, duhet të jetë i dorushëm, e duhet të jetë me sabër, edhe përgjigjja më e bukur, më e mirë ndaj atyre të cilët provokojnë, ndaj atyre të cilët mund të na shantazhojnë, është unë jam agjërueshëm. Inni saim, na ka thënë pejgamberi alayhis salam. Prandaj gjatë këtyre ditëve mësohemi edhe të themi unë jam agjërueshëm, unë jo që jam i dopt, mirë po duke thënë këtë fjalë, unë jam agjërueshëm, unë tregoj se jam i fortë, edhe mund të përballoj, edhe mund të duroj, edhe nuk du ta lëndoj as agjërimin tim, e as sjelljen time, e as besimin tim. Prandaj gjatë këtij muaji duhet të angazhohemi të dashur vëllezër dhe motra që të pajismi me këtë vërtet të lartë e t'i kushtojmë kujdes ta ruajmë agjërimin ton formën më të mirë. Për arsye se agjërimi i cili agjërohet mirë po në njëjtën kohë dhe disa njerëz nuk e ruajnë gjuhën e tyre,
nuk e ruajnë sjelljen e tyre, kjo mund ndikon në vlerën e agjerimit tyre. Për arsye se profeti alayhi salam në një hadith na mësues ka thënë, në realitet është pyet në një rast pejgamberi alayhi salam edhe nga disa sahabe, ku i është thënë cili është vendi i një njeriu, i një burri apo një gruaje e cila agjeron nafile, fal nafile, namaz, i jep sadaka, po në njëjtën kohë i pengon të tjerët, i shantazhon të tjerët, nuk i lën rahat fqinjet e vet. Pejgamberi alayhis salam na ka mësuar ka thënë se një njeri i tillë është në zjarr. Në të kundërtën, një njeri i cili ndoshta nuk fal shumë nafile, ndoshta nuk agjeron shumë, ndoshta nuk jep sadak shumë, mirë po spaku, sjellja e tij është e mirë, është e sinqert, është e drejtë, edhe nuk i pengon të tjerët, kjo ndikon automatikisht në rezultatin e tij dhe të tillët janë në xhennet, sikur që na ka mësuar pejgamberi alayhis salam. Prandaj të dashur vëllezër dhe motra, ta shfrytëzojmë këtë Ramazan, të shfrytëzojmë këtë ditë të bukura të mira dhe furnizohemi me këtë vërtet të lartë, të jemi më afër dhe më dashur te Zoti. Për fund, llogaritni secili veten tuaj, sikur që nganjëherë kemi nevojë edhe shkojmë te mjeku dhe bëjmë analiza të ndryshme, edhe ne në fund të Ramazanit ose gjatë fundit çdo dite që agjerojmë të bëjmë rezultatin ose të shikojmë rezultatin e veprave tona, agjerimit tona, adhurimeve tona, si qëndrojmë me agjerimin, si qëndrojmë me Ramazanin, a jemi ka përmirësuar apo jo. E pastaj krejt fund të Ramazanit të shohim rezultatin, a e kemi gjuhën më të mirë, e kemi shikimin më të mirë, e kemi ndëgjimin më të mirë. Nuk është fjala se ndoshta do shohim më mirë në aspektin fizik, po do shohim halal, do ndëgjojmë halal, do flasim halal, do jemi me njerëz e mirë, e të sinqertë, të devotshëm, më afër tyne, e do qëndrojmë me ta, e do largohemi nga çdo e keqe dhe nga çdo mëkat apo gjuna. E lut Zotin që të jetë i kënaqur dhe razi me veprat tona të mira. E lut Zotin që këto ditë bukura të agjerimit na i pranon dhe na bën kabul. E lut Zotin që na e bën kabul agjerimin ton, namazin, lutjet, dhikret, leximet, sadakat dhe çdo vepër të mirë që e bëjmë gjatë këtyre ditëve, inshallah Zoti na i pranon. Dhe e lut gjithashtu Zotin që të na i fal gabimet, mëkatet, shimet dhe çdo të keqe. Allahu na takov në hajre të mira, edhe një herë Zoti kabul këto ditë të bukura të agjerimit. Allahu na bëf prej xhenetlive dhe prej të shpëtuarve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.